Kryeministri Edi Rama ka uruar presidenten e Kosovës Vjosa Osmani për ftesën e marrë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të bërë pjesë të ashtu quajturit Bordi i Paqes. Në një postim në rrjetet sociale, kreu i qeverisë shqiptare e cilëson këtë ftesë si një gest teje domethënës të presidentit Trump ndaj Kosovës, duke theksuar se ajo forcon më tej marrëdhënien tradicionale të Amerikës me popullin shqiptar. Rama shkruan se përfshirja e presidentes Osmani në këtë strukturë përbën një sinjal të qartë për sigurinë dhe përkatësinë e Kosovës në hapësirën e interesit të gjerë amerikan në botë. Sipas tij, ky është një mesazh i fortë politik dhe strategjik, jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin. Urime zonja presidente, e dashur Vjosa, për marrjen e ftesës për të bërë pjesë e Bordit të Paqes, një gest teje domethënës i presidentit Trump ndaj Kosovës, që forcon më tej marrëdhënien e Amerikës mike me popullin shqiptar, por që edhe jep një sinjal domethënës për sigurinë e përkatësinë e Kosovës në hapësirën e interesit të gjerë amerikan në botë, shkruan Rama. Kryeministri shton gjithashtu se shpreson që faktorët politik në Kosovë ta vlerësojnë këtë ftesë si një dorë të shtrirë nga presidenti i SBA-ve, duke theksuar se ky gest lidhet edhe me respektin për rolin personal dhe ndërkombëtar të Vjosa Osmanit. Ndërkohë, vetë presidenti amerikan Donald Trump ka komentuar të martën për herë të parë publikisht lidhur me nismën e Bordit të Paqes, kur u pyet nga gazetarët për planet e tij dhe për rolin e kësaj strukture në raport me Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Trump deklaroi se OKB-ja duhet lihet të vazhdojë punën e saj, por nuk përjashtoi mundësinë që Bordi i Paqes të marrë një rol më të madh në zgjidhjen e konflikteve globale. I pyetur nëse kjo nismë synon të zëvendësojë OKB-n, Trump u përgjigj shkurt: "Mundet." Ai shtoi se OKB-ja nuk ka qenë shumë e dobishme ndër vite, por theksoi se mbetet një mbështetës i potencialit të saj. Sipas presidentit amerikan, problemi nuk qëndron tek ideja e OKB-s, por tek fakti se ajo nuk ka arritur kurrë të përmbush potencialin e vet të plot. "Jam një admirues i madh i potencialit të OKB-s, por ajo nuk ka arritur kurrë ta përmbush atë. Besoj se duhet lënë OKB-ja të vazhdojë sepse potenciali është kaq i madh", deklaroi Trump. Në të njëjtën kohë, qeveritë dhe diplomatët në mbar botën kanë reaguar me kujdes ndaj kësaj nisme të re, duke paralajmëruar se krijimi i Bordit të Paqes mund të dëmtojë ose të minojë rolin tradicional të Kombeve të Bashkuara në ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Gjatë të njëjtës dalje përmendjet, presidenti Trump bëri edhe deklarata të forta lidhur me Iranin. Ai tha se administrata e tij kishte parandaluar ekzekutime masive, duke paralajmëruar regjimin islamik se do të përballej me pasoja të rënda nëse do të realizonte ekzekutimin e qindra personave. Trump deklaroi se Irani ishte paralajmëruar se do të ishte një ditë shumë e keqe nëse do të varte 837 persona, duke shtuar se pas këtij paralajmërimi, autoritetet iraniane vendosën ta tërhiqnin vendimin. Nisma e Bordit të Paqes dhe ftesa për presidenten e Kosovës vijojnë të jenë në qendër të vëmendjes ndërkombëtare mes mbështetjes politike dhe shqetësimeve për balancat globale të sigurisë.